Ilaria, kur nuk do të kishte shkuar në shtëpinë e tij, misteri vrasjes së 22 vjeçares shqiptare nga Eriu, Filipinas. Vrasja e Ilarias Sulës, 22 vjeçare shqiptare e cila u masakrua me thik nga ish i dashuri i saj, Mark Samson, dhe u gjet e pajetë hedhur nga një shkëm në zonën Pyore të Polit, është e mbushur me mister. Prindrit e Ilarias, Flamur dhe Gzime Sula, si dhe vllai i saj, Leon, kërkojnë drejtësi dhe të zbardhet e vërteta e krimit, si dhe personat e tjerë të përfshirë në vrasje. Të pyetur në një deklaratë për gazetarët nëse Mark Samson ka pasur bashkëfajtor, babai i viktimës u përgjigj se nuk dua të jem ai që do t'i drejtoj gishtin askujt, policia dhe prokurorët po punojnë, e vërteta do të dalë në shesh, ka thënë ai. Gjithashtu ka deklaruar se vajza e tij, Ilaria, kurrë nuk do të kishte shkuar në banesën e 23 vjeçarit. Ai shprehur se e bija nuk ka shkuar me dëshirë në shtëpinë e Mark Samson, ku edhe dyshohet se u masakrua me thik. Ajo nuk do të kishte shkuar kur në shtëpinë e ishit të saj, deklaroi Flamur Sula, duke shtuar se Ilaria nuk shkoi kur ishin të lumtur bashkë dhe shkoi kur u ndan, është absurde. Kush ishte Ilaria? Vetëm shikoni përreth, vetëm dëgjoni njerëzit të flasin. Ajo kishte kaq shumë ëndra, donte të bëj financiere. Më tha, ke një vajzë të mrekullueshme dhe duhet të jesh e lumtur për vajzën që ke, po bëhej gati të diplomohej në tetor. Flamur Sula komentoi letrën ku vrasësi kërkoi falje për krimin e kryer. Të kërkoj falje? Jo tani, ndoshta pas 30 apo 40 vjetësh, nuk e presim letrën në këtë kohë. Ajo ishte mrekullueshme, ka thënë babai 22 vjeçares.